në zgjohu. Mirë mëngjesi dhe nuk e di pse. Faleminderit. Më pëlqen shumë regjia kur e vendos dorëgitën me mendjen e duhur. Atë doja të thoja, nuk e di nëse e vendosin shumë në mënyrë sporadike, apo ose pëlqen vërtet kënga, ose thon bravo Enderite. T'ja themi, po. E bëjmë ndonjëherë kur i pëlqen. T'ja themi të vërtetën publiku. Në fakt nuk është, ta zbulojmë sekretin. Çfarë sekreti do zbulojmë? Nuk është regjia që vendos dorëgitën, ne kemi publik këtu përballë. Faleminderit që keni ardhur gjithë ju atje, ato të Çanit, këto këtu. Ato të Çanit patjetër, mirë se rubrika, po publiku të Çanit është aty gjithmonë me ne. Sa që përshëndetet çdo të ftuar që vjen në studio. Po. Në hyrje. I trëm mirë, i elektrizon mirë para se të ulem për intervistë. Gjithsesi. Nisim kështu si çdo mëngjes, domethënë, ndryshe nga mëngjeset e tjera. Nuk e di pse sot po më duket dita pak më e veçantë. Është. Mua më Por duket nuk si ka rëndësi. Aq e veçantë është dita sa unë kam marrë në pijama. Mua më duket si mbasdite, sa më thënë. Ashtu të duket? Po, duket qenë se koha pak ishte pak jo e zymt, po s'kishte dalë akoma dielli. Kam postuar. Është çuar më herët se ç'duhet tjerë sot dhe se kapi diellin. Kemi ardhur herët. Por gjithsesi, mjafton që ne do ta nisim si çdo ditë, bukur, me muzikë. Krista. Bukur. Me të gjitha të mirat dhe të këqija. Më rehat se kaq nuk bëhet. Duken si pijama këto të mia, po më thonë gjithë. Jo, nuk e di pse i thanë sot që të duken si pijama. Puding tash, talamet, kostum. Bang këta. Si e quajti këtë materialin? Silk. Zhveshur me silk sot vajza. Pra ta që të ditë, saten. Ashtu. Tash në dialekt Kosova. Silk. Jo, nuk duket si... E di, po me lë. Jo, dhe si është me qa krasove ti me... Me pijama. Nuk duket si pijama, po cila është diferenca Alamet, kostumi, me pijamën? Kavata. Po, edhe ka tyll mbrapa të kurrizi. Po, dale. Çfarë ka aty mbrapa të kurrizi? E pata për jo? Tyll pra. Urdhëro. Me qëra, me bukur tyll. është tash. Pastaj nuk është pijama, di ku do llojin që nuk është pijama. Kushdo që ma shan kostumin ishte për ju. Jo, unë e dalloj te takat, se s'rrirobi me pijama me taka. Ora ndrohesh nga pijama dhe shtaka dhe del për emision Gjesi. Ka u bukur. Fiks fare, ashtu si ç'duhet, domethënë. Mirë, ç'bëhet mbrëm. Shumë njerëz. Asnjë gjë interesante aty në balkon me lulet e mia, me këto gjërat kështu. Po juve? Ja, me ato punët tona, me ato videot. Me qenin, nacën. Patjetër. Ka shanse mos kaloj dita me ata, se ne me ata jetojmë. Kështu Po. E grupi. Kështu që... Gjërat vogla. Një gjë interesante për te kësaj. Asgjë interesante, rutinë. Tani edhe ky zim mëngjesit na është bërë kështu. S'po vuan më, domethënë. Nuk po vuaj më nga zimi, po vuaj fundjavat që nuk po flet dot sa duhet, duke që se më tel gjumi që në 6 mëngjesit. Ashtu. Vuajtje për bashkët, s'kemi qa bëjmë, na ra për pjesë. Po nuk është vuajtje për bashkët, se ti në një farë mënyrë prap flen ma herët. Unë fundjavë mundon të fle vonë me... nuk e di pse. Fle vonë dhe prap qohesh herët? Fle vonë dhe prap qohem herët. Sa gjyna. Më ka filluar shbërda i njeri mëgjesi tani. Kalëm për osi Irfanit, 2 çajra, një kamomil për darkë për ty që të të zërë gjumë. Funksionoj, ne? Po. Funksionoj, po ti, o e thua ti ose thot njeri? Ti është i ka ardhur mosha. Kam dhe qa bëndë. Moj Krista. Ka ardhur mosha. Si shumë po ne përmend moshën ti. Po të dy ju del gjumin në fundjavë 5 mëgjesive që juve ju shohë më vla. Unë deri 10-12 më lësht top flë. Se ka munges gjumi. Kam nevoj të flë në fundjavë. Se duhet qojmë herët në fundjavë. Fik telefonin, as zile, as gjë. Kemi argumente Kam zili për të pjesë. Bravo të qoftë. Kemi asnjë argument. Më thënë fundjava dhe nëse qojmë herët më zgjon tjeri. Qohë, thot. Së më të fle gjumë. Që shëndetshme moj të qohesh herët, prandaj ta thot djali. Jo, nuk është fare shëndetshme. Nuk është shëndetshme. Edhe ti lërë gocën të rritet. Nuk është shëndetshme ku fle vetëm 6 orë për me gjatë. Shëndoshur, e keni vënë re? Ja, ose shumë mirë dukesh, pozicioni ullur. Qohesh në këmbë ti, do dukesh për ri. E di kush është gabimi, e kam gjetë, nuk është se realisht unë jam shëndosh. Është kjo gjëja këtu mbrapa. Që e le mbrapa shpinë dhe më fry barkun. Ashtu. Provoj njerë pa atë? Urdhër. Po pse e mbaj këtu unë këtë, se jam rehat. Urdhër. Çfarë ndryshimi, miq, shumë ndryshim. Kam seriozisht.
Madje I propozoj dhe këtyre trajnerave të palestrës që merren me dobësimin, ta përdorin si teknikë para pas se është dorë. Ta përdorin si teknikë para pas, kam përshtypjen që kanë edhe për sqarim. Para dobësimit, pas dobësimit. Me jastik dhe pa jastik. Pa jastik. Me ose pa, po. Me jastik dhe pa jastik. Kemi zëra të planit tirit, ashtu. Jastëk, sa e më interesant. Jastëk. Jastëk është turqisht. Jastëk gazepi, ta kesh e më mbirë. Jastëk gazepi. Jemi këtu në studio, pra zënja e zotëris, sot kemi ftuar në studio, zotin Jastëk gazepi. Në Shqipen e vjetër, I thonë nën kres. Nën kres? Nën kres. Është në poezit e poetëve tanë, nën kres. Sa e bukur. Ku është Hasan Guri tani në këtë momente? Ku është? Ja do na vi prap. Ska më. Okej, mirë. E nisim. Jemi në bazë tani nisë reprezentimin, po. Me që po na vjen vera njerëz edhe do fillojmë të ekspozojmë pak trupin, tatuazhet, edhe piercing për këdo që I ka qef piercing, do kemi të ftuar një super artiste që I bën të dyja. Dea Boba, po. Mund të duket e çuditshme, mund të duket ekstravagante, por ekzistojnë dhe piercing të tillë përfshirë këtu gjuhën, organet gjenitale, edhe çdo pjesë tjetër të trupit, vesh, sy, kërthiza. Se të qova mje, nuk e kuptova. E do sërish. A I qa bën të këtë Dea? Piercing, edhe tatuazhe. Piercing dhe tatuazhe. Kudo, literalisht kudo. Po. Po sepse dhe tatuazhe ka kudo, nuk është se shumë të piercing, dhe tatuazhe ke njerëz që bëjnë. Po patjetër, edhe piercing është një nga këto trendet e fundit, le të themi. Në mend tani, po nuk I them do të themi. Fiks pra, për këtë do flasim edhe për trendet e piercing dhe do të flasim mes modës edhe para gjykimeve, sepse shpesh nuk konceptohet lehtë të bërit të tilla piercing në Shqipëri dhe duhet ta kesh pak edhe stile, dhe duhet të jesh pak kundra rrymës, le të themi, që të bash piercing të tilla. I flasim sot me Dea, se si e ka zgjedhur ajo këtë pjesë artistike të vetën, nëse ka piercing vet apo jo, dhe çfarë zgjedhin gocat edhe çunat shqiptare për të realizuar, cilat janë zonat më të zgjedhura, më të pëlqyera, është interesante. Do ta flasim. Okej. Kam shumë pyetje që mezi pres t'ja bëj Dea. Prezanto të dytën dhe shpëto. Po. Se je në fushat. Atëherë, po. Pjesën e dytë e misionit do të kemi një këngëtare. 2 apo 1? Kemi një këngëtare dhe një kitarist, po. Sergita Varfi, e cila është këngëtare, dhe Sheri Hoxha, kitarist. Okej. Janë dy shoqlase të cilët po vjojnë pasionin e tyre, tashmë janë pjesë e koncerteve që bëhen. Konkurse dhe marrin pjesë kanë angazhime të tilla. Më në fund do vi një kitarist luaj këtu, se u lodha unë të luaj për... Sa kitarist të kemi sjellën aty mos u ankohare. Kitariste, bateriste, DJ-e, gjitha I ka për këtë emision. Lek, ka? Lek s'ka. Gjitha këto e kemi sjellë. Lek mo. Do ekstra ti? Jo, nuk doa ekstra lek. Duke qenë se llogaritët kemi sjell te, kemi sjell atë, kemi sjell. Dvi leku në I ditë. Si në I lek. Dvi leku si I ftuar. Da gjithë leku si I ftuar. Do flasim me ndonjë koleksionist parash. Po. Patjetër. Do ta sjellim. Dhe në fund do ta mbyllim bukur me një lidhje Skype me Bab e Bi, të cilët janë shumë të talentuar sa I përket botës së muzikës. Dasma është kënga e tyre më e re. Na flasim pak për marrëdhënien e tyre, si u bën pjesë më thënë, si e kanë nisur dhe rrugtimin e tyre muzikor, së bashku, Fjolla dhe Vehbi Berisha. Edhe si është që të këndosh me Babin gjithkohës, do t'jetë interesante. Që Babi sigurisht ka më shumë eksperiencë dhe mund të themi që dhe Fjolla mbas here pas here, mund të ketë një konflikt të vogël me Babin. Por Babi e di unë se jemi modern tani. Babi ka përshtypjen se do të jetë shumë krenar për Fjollën. Mbi gjitha. Edhe është ëndra e çdo prindi, po nga ana tjetër edhe ëndra e çdo fëmije, që ketë një prind që luan e shoqëron kitarën, e shoqëron të ëndra atij, se në fund ditës ajo është ëndra e saj. Këndojnë të dy dhe në fakt Fjolla muajt e fundit mos gaboj ka bërë një super dasmë, është martuar, edhe patjetër që ka kënduar edhe vetë edhe babai dhe kam përshtypjen një pjesë të mirë e videoklipit të këngës së tyre të fundit Dasma, ka plane reale nga Dasma e Fjollës, por do t'i flasim të gjitha në fund. Okej, pastaj keni dhe sugjerimin e ditës nga Mira. Yes. Okej, mirë. Okej, mirë, I tua mirës, apo na thua ne? Okej, mirë, e kemi lënë surprizë ju, publikun se çfarë ka nga Mira. Është nga ato ditët që është surprizë, Vuzhina.
Yes. Se po jemi torturuar që me Po mëgjes. mirë aman se jemi... Se na shko goja lëngë pastaj dhe mendojmë gjithë ditën çfarë do ham, Me çfarë do një ham. koqeve jemi, thot popullin. Ha? Me një kokërvez jemi. Është përfaqësues i ide një popullit ky djalë. Lumpsin e që e kemi. Okej. Mirë. Është përfaqësues i ide dhe videove virale, duhet tjetër. Ka zgjedhur Ata video nga më kanë të bukura. specialitet, patjetër. Ashtu. Eci, mi shohim. Bravo, Po fare. ku ka si ai ushqimi i fundit? Ajo është... Ky fundit është shqiptar, apo është universale kjo? Nuk e E di, të po kam lëpirit, përshtypjen. këto letrat. Është universale. Sa ty është krahësi. Nga si lëpirja e shqiptarët? letrës mund edhe t'jetë Po Ballkana. gjithë e bëjnë. Basta. Si ka mund, si është instinktive. Letrat, luga e kafes. Luka kafes, ajo skandaloz. Do të thënë janë Qa kemi instinktive, tjetër, vinë të ne? gjitha. Di pse e bëm lugën e kafes, që t'ja lejmë pastë. Bën aktieri. Po. Se Jo, çka jo. kuptim me fal. Gotën ja çon që ja çon plot, ja çon, më thonë za zhul. Po të paktën lugën pastroja. Po nuk Mos ja le lugën gjë kafe. e gjitha, Po ç'është kjo? Jo. Nuk e di pse është kthyer në një instinktive, ka raste për shembull që siç e kam kur hap kosin dhe Je ma letra kosi. dhe letra është vërti. Letra është ka akoma kos, unë marr me luk për shembull. Po mirë se mbetet goxha aty, do ta shpërdorojmë ne. E fshi me me luk luk. dhe ha, ka raste që e fshi dhe me luk. Hop për të luajt, Me s'ka çfarë lugën bëj. të qijon. Lugën pastaj e lanë. Ha kosi, vazhdo ha kosi. Në fund fare me lugën ç'a bën? E lele papan. Po sigurisht që kam lëpirë dhe lukë pa mirë, tjetër. Po normal. atje fa luga. Ose- Në fund ose- ditës për të lëpirë është, se nuk është se... Si... Fund ditës ç'a bëj me lugën? Ka qenë Mbushim ata edhe, që po të bukët me rigon, ai rigoni që mbetej në fund, Po. ëndra e çdo fëmijë. Me lukë. Jo, lukë, po gjisa, me gjuhë dhe me gisht. Në fund fare gisht se ngelte pak. Gjetë edhe çka ty të cep. O zoti ma ça brezi jemi. Gisht. A kush ka ju i ka ngënë që bukët me ujë? I keni bërë të vëllalliqet? Ose lëpirsen. Merra një gotë me ujë unë dhe e njom jatë që bukën në ujë, ose lëpirsen në ujë. Ça brezi janë daure. Kisa, Është kata. do doja shumë të mbështesja të gjë. Për zotin e kam seriozisht. Janë ndryshe, nuk e Po di. bukën me ujë, ke Por përvone. nesë. Bukë me ujë, që bukën me rigon me ujë. Aha. Mirë. Azuri tani, ja. Çibukët nuk po çibukërojnë më si dikur. Nuk janë më çibukët. Dgjoj, kur lëpirsen për shembull e vendosje në ujë, dhe thjesht e vendosje dhe nxirje edhe me lagje, Ç'a bënte? dhe kur e haje, domethënë kishte më shumë ujë, le të themi, lëshonte më shumë Po esencë. tjetër që ka më shumë ujë. Kishte lëshonte më shumë esencë. Kur e përtypje, kjo është ideja e. Po vetë fuzi e moltën, se mbase shijon më Nuk shumë. ta shpjegoj dot tiri tani. Croissant. Mos ja prishon ndrat brezi. Ajo croissant e thek në thek se tosti. Shi. Po mas teke s'futi Ajo e bëhet në. shumë e mirë. Le, Se shkrim Krista. çokoladë brenda. Lejse na Se na rrezove ëndrat. iku ora. Unë jam nga që jam brez tjetër, sigurisht unë kam gjëra të tjera, ju keni gjëra të tjera. Mirë, okay. Ne kemi eksperimentet tona sociale. Ato biskotat me yje për shembull, Ha, Ato, motor. po, ato i haje futen cepa të biskotave dhe të dohet lihet yje. A, mirë, atë kemi provuar. Është si ajo loja Sa më kam pas E kanë trashëguar nga ne këtë lojë. Ma që më ke kujtu, Si e ka biskota me yje në qumësht. deri në qumësh, po unë Ashtu më kujto sot do hash Siç më ato për kujtua. Ke iden. ajo si e ka Jennifer Lopez. jo, ai filmi, ai loja me që vdesin në fund të gjithë. Squid Game, po që duhet Ato të formoj formojnë yllin. biskotën. Ah, Po. okay. Fix ajo është loja jonë. E kena po para Squid Game-it në këtë. Ashtu. Drejtat e autorit. Ashtu. Po. Mirë, nesër. Okej. Madje Ikim të drejtat e horoskopit të kujtuam për ta regjia. bërë video Thua këtë la video. katër Horoskopi shumë. që mirë fatin se aty na... Pelli fa. Nëse na ndrit, po. Po. E qam, dashi. E dashi. Deshërit, sot, do e shijoni në maksimum jetën në qift, jo vetëm sot, por me gjithë të horoskopi për sot është le, nëse e prisha, do e shijoni në maksimum jetën në qift dhe do përjetoni emocionet të forta e kënaqësi pa fund. Do ndjeni vërtet për mrekulli. Beqarët mund të nisë një histori dashurie pasionante dhe afatgjallë. Wow. Edhe financat do përmirësohen disi, aq sa për t'u nxjerr nga vështirësitë e fundit.
Mirë. Pas kanë qenë grop këto kohë. Po, faktikisht, herën e kaluar nëse kujtohet ka qenë keq. Ashtu? S'na kujtohet aq mirë sa ty, me që ti kujdesesh për horoskopin, e sigur që nuk gabon. Nuk maj men emrat, horoskopin mirë. E di, të besoj. Ecim te Gjërat e peshqit. zeçme për dashin, përveç lekë. Peshqit. Demi, ja peshqit. Demi! Sot. Nuk jam zgjuar mirë sot, a dini? Demat, Direkt sot me do atë. diskutoni gjatë me partnerin dhe do arrini të zgjidhni problemet të mbetura pezull. Okej. Të dy do të Të regohen. dy do të regoheni. Okej, më tolerant dhe më larg pamës. Beqarët do ndihen mirë me statusin aktual dhe nuk do kërkojnë ndryshime. Ndërsa financat varen nga menaxhimi juaj. Shmangni pamaturinë. Shmangni Dëgjoj, pamaturinë. nuk është keq tani në horoskopin nga fundi, për çfarë? S'ka ndonjë gjë të keqe. Imagjino me nis nga peshku dhe mbaron me nga peshqit dhe mbaron me dashin. Me nis nga peshku. Morën vesh që Dema se si do ta kishit horoskopin sot, se unë se kuptova për ju. Dëgjoj, do diskutojnë gjatë me partnerin dhe do zgjidhin problemet. Do të regohen tolerant dhe larg pamës, beqarë do ndihen mirë dhe nuk kanë nevojë të kenë njohje të reja, pra i pëlqen të rinë single, ndërsa financat varen nga menaxhimi, kështu që kujdes mos të regoni të pamatur. Okej, ecim, binjakët. Shkurt, pastër dhe qartë. Binjakët. Një pyetje flesh para se të nisim binjakët. Kur themi përgjigjon sa më shpejt. Kur themi binjakët, sa veta kemi ndërmend? 2. Ja, gabim. 4. Ti 4 more. Binjakët të shumës, në kohë që binjakësh janë 2. Binjakët janë 4. Kalojm lexoj me Xhahan. Të binjakët mrekulli. Jeta në çift do të jetë prioritet absolut. Do të bëni gjithçka për harmoninë dhe mirëqenien me partnerin, duke ngjallur edhe zilit tek të tjerët. Beqarët duhet të shmangin këmbguljen e tepërt, pasi mund të bëjnë gabime. Financat do të jenë më të qëndrueshme për femrat se sa për meshkujt. Lere se ja futa kot me atë binjakët çiftën. E kuptueshme. Okej. Gocat janë më të qëndrueshme për financat, sa duket nuk do të shpenzojnë. Jetën në çifte kam super prioritet, aq mirë do të shko kanë çiftet që kanë një binjak, njëri nga partnerët, sa do të ngjallin zilite. Nuk e besoj këtë horoskopin Që afrikisht. jam më e mirë. Po ti vetë si horoskopin dhe vetë se beson. Nuk e besoj. Qykuja Hajde merre vesh. momentin e parë që thotë financat do të jenë më të qëndrueshme për femrat. Mo, janë me kursimtare, llogarisin femrat. Nuk, fake news. Gafurja. Po, gaforja. Gaforët do të kalojnë më shumë kohë me partnerin dhe marrëdhënia do të përmirësohet ndjeshëm. Do përjetoni kënaqësi të reja dhe të veçanta. Bravo. Beqarët do të kenë vetëm aventura të shkurtra për fat të mirë ose të keq, ndajeni menjen vetë, pasi ju e dini. Financat kërkojnë vëmendje pasi nuk janë në gjendjen më të mirë. Financat pak dobët, kam përshtypjen që ju gaforët jeni mësuar tani më me të financat e Ti që ti kemi dobët, s'ka gjë. dobët, e dobta, por rëndësishme është që dhe kaloni mirë me partnerin, do përjetoni kënaqësi të veçanta dhe beqarët do të kenë aventura të E shkurtra. po shëshyr, të gjithë janë të lumtur. Ashtu. Edhe me beqarët, lekët. Po. Aventurat të shkurtra, kush tha që do jenë të këqija? e mirë, bazë duan të martohen, fillon të ropt. Po varet të burr, prap aventurat janë të këqija. Mirë. Në mos kënaqen, ju japin një mësim në jetë. E drejt. What doesn't kill you makes you more stronger. Pra nuk të No vret more të bëhet më të stronger. fortë. Thjesht stronger. Eci. Makes you more Luani. stronger. Makes you... Çfarë thuhet për Luanin? Luani. Okej, partneri do ju surprizoj shpesh dhe do ndjeni me fat që e keni pranë. Do shljoni çdo moment. Beqarët do kenë shumë takime, por nuk do duan të angazhohen seriozisht. Ndërsa financat do dobësohen për shkak të shpenzimeve të larta. Çfarë shpenzimesh pas kanë luenërit që do u dobësokan financat kështu? Po ti që unë s'di As që... kursime nuk keni, more? Po gjithsesi, sa i përket çifteve, partneri do ju surprizoj. Pra, do ju surprizojnë luanët, si duket do ju bëjnë të ndihen më mirë, me që të kanë halle nga ana Do financiare. i zhysin më keq. Por do i qëndrojnë pranë. Po pse do ju zhysin më keq? Po, Po, mira, do ju mund të- surprizoj shpesh dhe do ndjeni me fat që e keni pranë. Por pra, mund të vuajnë, po do të vuajnë së bashku. Mund të jenë aty për njëri tjetrin. Ndërsa Mjafton. financat do të pësohen për shkak të shpenzimeve, siç thash, dhe njëherë beqarët do kenë takime, po s'do ndrisin gjë më sa duhet. Se s'duan të angazhohen, s'duan përgjegjësi, se s'kan lek, prandaj.
E vërtet. Ecim. Jemi tek Virgot? Apo jo? Virgot jemi. Respektoni mendimin e njëri tjetrit për të ruajtur një klim të ngrohtë në çift. Gjithçka varet nga sjellja juaj. Beqarët rrezikojnë të përfshihen në histori të ndërlikuara. Financat kërkojnë kujdes maksimal. Edhe një gabim i vogël mund të ketë pasoja. Lekët keni kujdes në maksimum sepse mund të ketë gabime fatale. Ndërsa në çift, klima ngrohtë, varet si do të silleni ju, ashtu do të reagojnë. Ndërsa beqarët, pjesa e binjakëve që duhet ketë më shumë kujdes që nga beqarët sepse rrezikojnë të përfshihen në histori të ndërlikuara. Kujdes nga të martuarit, të martuarat. Se mos e. Ha? Historia ndërlikuar. Historia ndërlikuar mund të jetë adrenalinës dhe ajo. Ashtu, dëgjoj. Jo për këto moj, për të martuarat, për të martuarit. Po, kur përfshihen në histori të ndërlikuara, jo do detyrimisht do të thotë që përfshihen me njerëz të martuar. Më thuaj ti një opsion. Histori të ndërlikuara është përfshime një person cili i njeh vllajin. Dhe kjo është problem. Ose është ajo Sedra. Një person që mund të ketë lidhje me botën e krimit. Një person që mund të ketë Shyrqa Krisa Salaj shkove. Ndërlikuara ato pse bien dashuri me dikë që qartë pra qartë. Që kemi disa. Jo, beqar, jo. As të martuar, as me probleme me ligjin, as sa thot tjeri, jo, vllajin deri diku se Ne më mirë me të martuar, se sa me to vrasës. Sa me krime. Po jo, mos edhe ajo gjynaf. Gjysma së keqes. Mos e normalizoni këtë gjë së gjynaf. Nuk e normalizojmë. Ne thjesht bëm krahasim me krimin. Zgjodhëm të keqen më të pakët, më të vogël. E keqja më e pakët është kjo me vllajin, mendoj unë. Nga ato dy opsionet tham ne se varet se ç'qello vllai. Nëse vllai pastaj e Okej. Ecim vllai, ecim. Ecim, shkojmë te akrepi, jo te peshorja. Mund të ndiheni të vetmuar pasi partneri nuk do ketë shumë kohë për ju. Flisni hapur për ndjenjat tuaja. Beqarët do ndikohen pozitivisht dhe gjërat do marrin drejtimin e duhur. Lini kohën të bëj punën e vet. Financat do jenë të favorshme dhe mund të kurseni. Po mirë. E rëndësishme është që kanë financat e mira. Dhe beqarët ndikohen pozitivisht dhe marrin ndërtimin e duhur, ndërsa jeta në çift dhe jenë të pak të mërzitur, jo bravo. Janë pak Po jo, do të beqarët më. Për beqarët po. Po pra. Po, jeta në çift kanë është pak e mërzitur ajo se nuk i kushtove mendje ky. Ky kandari. Po kandari pra peshorja. Jo, more, partneri, më thënë, personi që është mërzitur është peshorja. Po mund ta ketë partnerin peshore. Mund të jenë dy peshore, dy kanar. Ecim akrepi. Kur kemi dy kandar, si e quaj? Qa bëni, o grupi. Akrepi, lexosh e i të Okej, do përjetoni momentin shumë të lumtura dhe do ndjeni për mrekulli. Partneri do bëj gjithçka për t'ju kënaqur. Beqarët nuk do kërkojnë me ngul dashurinë, por një takim i papritur mund t'ju trazojë zemrën. Financat kërkojnë vetë kontroll për të ruajtur stabilitetin. Tani mirë jeni, nuk keni keq. Në çift akrepët janë mirë, beqarët deri diku mund ta kenë një takim që mund të trazojë zemrën, se atëherë vjen kur nuk e pret, edhe kur nuk e kërkon. Sa financat kërkojnë vetë kontroll dhe taksirat ai shumë ruani stabilitetin se. Ai shumë shpreson një shoqja ime krep që për tu lidhur e për tu rregulluar në jetë, sa thot, s'po e kërkoj më zemra, nuk po e kërkoj. O që ador, nuk po e kërkoj, se thonë kur nuk e kërkon, vjen vetë, nuk po e kërkoj. Ajo po e kërkon duke më kërkuar. Po, është dhe një lloj manifestimi kur e thua. Nuk e kërkoj. Që kur nuk e do të ai atje është shumë i mirë, do ikim atje ai lokali se aty ka çunat lezetshëm. Po unë nuk po e kërkoj. Po doli. Thjesht po shkoj, po doli mirë, provojmë fatin. Okej, eci. Si gjetari. Si gjetaxhiu. Si gjetaxhiu. Jeta në çift nuk do të jetë në formën më të mirë dhe debatet nuk do të mungojnë. Beqarët do të jenë shumë tërheqës dhe do të marrin propozime pafund. Përfitoni prej tyre. Financat varen plotësisht nga menaxhimi juaj, ndaj tregohuni të kujdesshëm.
Okej, me lekë që keni mirë dhe kjo është arsyeja kryesore pse do të jeni shumë tërheqës për të tjerët dhe do të merrni propozime interesante, kështu që është koha që të thoni po ftesave. Në çift si jeni dhe aq mirë, debatet nuk do të mungojnë, po me sa duket, edhe këta që janë në çift, ndoshta deri diku ndihen beqar dhe kanë filluar dhe ju duket vetja tërheqës për të tjerët. Ashtu, a? Se mund, e parë nga një këndvështrim toksik, si që më ka hije, po nuk e di si e shihni ju. Si që të ka hije. E pranoj që është toksike. Unë ka me që dorë, me thënë drejtën, asë nuk i hymë diskutimin të fare, me njerës toksik. Ashtu. Je bërë si ne, ore, si unë, letë mos ta përfshi Krisi. Ose është kjo, po. Ose jam bërë si ju, ose kam me që dorë, nuk e di. Je bërë. Oke, ikim të të Bricjapës, që qëtarë në mbaruam. Hajde, Bricjapi, kujdes me xhelozin, pasi mund të prish ekuilibrin në çift. Mos krijoni dyshime të kota, pra ju Bricjapër i keni dyshime të kota, nuk keni asgjë reale. Beqarët duhet të ndjekin zemrën pa u ndikuar nga të tjerët, ndërsa financat do të jenë të mira dhe do arrini të realizoni edhe investimet e vendjuar. për hajër. Financa do të jenë mirë për Bricjapën. Para nuk e gjej fare vetën se Bricjapët nuk para janë xheloz. Vetëm nëse si ka dhënë shkak. Shiko, nuk para janë xheloz, po mund të ndodhi një situatë, se mund të vi dikush të frikë veshi, edhe në shiko sa ai tjeri bën kështu, edhe mund të krijojë. Pa i dhënë shkak pra. Po gjithsesi. Po nuk bëhet një shkak. Ose pyesin ose i gjejnë vetë, nëse kjo gjë është e vërtetë apo jo. Tani, beqarët duhet ndjekin zemrën pa u ndikuar nga të tjerët. Pyet 100 vet, bëj si 2 vet. Fiks. Ashtu. Me shprehje popullore mbyllim Bricjapin, ikim tek Ujori. Ujori. Hajde Ujori. Tamo. Okej, një ditë e zakonshme për çiftet, merrni gjërat si t'ju vijnë. Beqarët mund të bien në dashuri me një mik, por do hezitojnë ta shprehin. Ndërsa financat nuk do jenë shumë të mira, pavarësisht përpjekjeve për t'i menaxhuar. E rëndësishme është që bëjmë përpjekje këta. Pastaj se si del, hajde jo të gjithë do kja fat. Tjetër. Beqarët kujdes kë kanë afër, sepse mund të bien dashurinë me një mik, por me sa duket nuk do t'i shprehin ndjenjat e tyre 100%, dhe ndoshta kanë atë frikën për ta humbur këtë njeriu që kanë përballë. Në çift merrni gjërat si të vinë, thos, nuk ju llogarit fare sot çiftet e Ujorit horoskopi. Gjërat zakonshme. Okej, shenja e fundit, peshqit. Hajde. A do jenë këta më mirë, do të përmbysë rezultatin apo jo? Do të jeni në humor shumë të mirë dhe gati për të bërë gjithçka për të kaluar bukur me partnerin. Do jeni të pandashëm. Wow. Beqarët do të marrin propozime, por jo shumë të përshtatshme. Shmangni vendimet e nxituara. Financat kërkojnë këmbgulje për të arritur stabilitetin. Parja, çfarë mund të jenë këto propozimet jo shumë të përshtatshme për beqarët? Peshq. Për beqarët. Peshq. Po jam aty të shkon mendja tash. Ai me gru me kalamash, thot, çka ke ti? S'kam thënë unë të jam i martuar. Imagjino. Po ja po ta them tani. Ta, më thënë si të bie. Se ka rëndësi për ty, më falë, se se dia, ka rëndësi për ty jam i martuar apo jo? Do ta i, Jo, më fare. Këtë me fëmiju, a? Po këtë zbëm pasaj del kjo pas të matë, si përfundim. Del kjo si përfundim? Po doli atërë është peshk. Peshk, sa që ka e më në kote, nese. Okej, e mirë, e mbyllim me horoskopi, lezetshëm me kuja këta peshit e angjit, më nuk e di pse. E mbyllim. Do na marrin i natë. Na kanë marrin natë prej kohësh peshit, por shtu i del horoskopi, s'kemi çfarë bëjmë. Okej, ikim në fare shkurt reklama dhe vim pas pak për të vazhduar me rubrikat. Okej, erdhëm, s'kena lviz vendit hik. Kalojmë te fakti i ditës. Kalojmë. Sa aty lvizim na, flasim me këmbë duar. Pam. Ja të shohin çfarë kemi përgatitur për sot. Po të ka shkudora për sot, orem. Barazia në çift është ide e bukur, por në praktik njëri gjithmonë sakrifikon më shumë. Kuptoj fare këta që kërkon barazi në çift. Kush kërkon barazi, moj Krista? Që gocat? Gjithmonë. Barazi. Gocat, a vashti, gocat. Kërkon gocat. Ua, kemo gocat sa dush që kërkojnë barazi? Tashi, në rast se unë nuk mendoj kështu. Unë mendoj që kërkojnë çunat kërkojnë më shumë barazi. Jo në aspektin e... Tash i varet në çan konteksti e keni barazin. Unë nuk e di se unë s'kam kërkuar kur në jetën time barazi. Unë kërkoj superioritet të gocës. Superioritet të gocës? Po. Me buxhetin e çunit?
Po që rëndësi ka kjo, më burë? Se të janë gjërat pra, si që Ka rëndësi ka. rëndësi zemër, me thë drejtë, ka rëndësi. Se ti kërkon superioritet me diçka që s'është e jotja. Po tani një çmim që është në jetën time do ta paguaj ai. Ç'është ky muhabet? Po dhe i qëto do të paguaj. Po jo për edhe makinën, jo për edhe ku di unë. Serviset. Ndodhi në gjë. Ku është e keqja këtu? Pse duhet jemi barabartë? S'duat jemi Po s'mund barabartë. t'je superiore, këtë po të them. Pse mos të jem? Po s'mund t'je, dhe më thonë, nuk Kur ai mund... të mban në plumb të dorës, pse ti them unë jo, shpirt nuk dua të ri unë këtu, dua të ri barabartë me ty. Pse? Moj, në ty në rëse të mban, bravo qoftë. Po flasim për gjësi, kupton, unë mendoj që parazia, si që thotë dhe fakti, nuk e kam shkruar unë këtë fakt. Po, Ky është fakt që patjetër. i përshtatet emisionit ton, por barazia në qiftë është ide e bukur. Por, në praktik njëri gjithmonë sakrifikon më shumë. Kush sakrifikon më shumë? Djali. Djali sakrifikon më Si që ka hije, tregon pjekuri, maturi, tregon që është kreu i familjes, koka. Po, por nuk mund të jetë superiore. Është superior ai, për shumë gjëra është ai, sa ai do dalë ballë Po tani, problemeve. është superior apo jo? Është superior në jetë ai, në mënyrën se si përballon gjërat. Para meje, vashit çik. Ore, edhe në jetën time mund të jetë superior ai, kupton, varet si sillet. Po në çift. Tash superior do jetë çik se. Tani varet si sillet, si do të sillet e Romina? Çik dominant do jetë mashkulli. Po patjetër, ma për shembull, koncepti im i të pasurit të një mashkull në krah është momenti që unë jam për të me dorë, të mbyll sytë edhe thjesht më udhëheq. Po pra, tregon dominant, tregon vdesëm për të lloj dominancë, ku ta gjej? Shiko, unë mendoj që edhe kjo fjala superioritet nuk duhet të ekzistojë fare në një çift, një marrëdhënie. Pra, superioriteti ëmbël, mos ma merrni në mënyrë toksike këtë gjë, se e them në mënyrën më të ëmbël të mundshme. Tash mos ta marrim në mënyrë toksike, ne mundohemi shumë. Po se sa ja arrim, nuk e di, pastaj publiku është ai që vendos. Unë mendoj që gocat e çunat mund të jenë kurrë të barabartë. Që nga fiziologjia, nga natyra si janë ndërtuar, nga mënyra se si janë ndarë kësaj gjëra. Bi dakord, po në shumë gjëra tjera duhet të jenë barabartë. Ja, unë mendoj që jo duhet na përkëdhelni gjithkohës, ne qenieve të brishta, të ëmbla, që mezi presin vajza, ju ne kërkoni barazi tani. Kush kërkon ore? Kanë kërkuar gratë para në emrin tim barazi. Nuk dua më vlla barazi. Jo, nuk dua. Po mirë. Kanë kërkuar sepse më parë janë shtypur Romina, kanë dashur drejtat. Ua, barazi të punojmë dhe ne si këta s'duam. Po jo, po sepse më parë janë shtypur më shumë. Kam qenë rahat pa punë. Kanë kërkuar barazin, kanë kërkuar barazin që të punojnë. Jo, vetëm se si meshkull, po kanë të drejtat, kanë lirinë e tyre. A drejtat i kemi ne? Po, për fal atyre i ke marrë të drejtat. Unë flas për sa klauzola që s'kan qenë fort mira. Pastaj se çfarë bëhet sot për propagandë edhe për marketing, më the tash për politika është gjë tjetër pastaj. Po sot thua shoqyr që kemi sërish të drejtën që secili të zgjedh si ti doj kokra qefit, jetoj, dominojnë marrëdhënie, tolerohet, pastaj ato janë dy dakorci që bien. Kur mendoj barazi, mbase jam vetëm unë, nuk e di, po ose mbase ka edhe shumë tjerë që punojnë. Por unë kur mendoj barazi, kam parasysh të drejtat, kam parasysh shumë gjëra tjera të tipit të drejtat, e kupton? Nuk kam përpara syve kur them po barazi, nuk kam parasysh superioritet apo gjëra tjera se natyra. Pra, unë jam më shumë, unë jap më shumë dhe unë dhe jemi pari. Nuk pse, why, dhe më thënë, nuk ka pse. Që goca duhet jetë i qik më e përkëdhelura, po. Jetë më po. Duhet jetë raporti 60-40, 70-30. Pëlqen që kanë fillu me u këthy me kom tokë. Wow, unë nuk e di se qa do bënim ne pa ju në jetore. E mendoj për ditëm, qa do bëja unë mos kisha partnerin, mos kisha babin, mos kisha vlajn jetën time, mos kisha, wow, qa thua, rëndësia juaj në jetë? Ka në i batut nga mra, pas s'ka mundësi. Nuk ka si batut. Ka në i batut, do të të jeni shumë të rëndësishëm ju bëni gjërat kryesore në jetë. Pa të edhe ma. Pa, kështu që, pse mos ju duam në ju, si do mos partneri. Ishim pare sa ditës të portin, e. Ha. Dhe kështu kemi punë. Qemi punë, se bahaj fjale. Po. Vinci në atje, pesa ishte Vinci. Kush jep të Vinci? Ishte goce? Qunë, Goca, ajo ishte punë gëgje paguar. Ka dhe goca që ja. Duhet menduar kjo gjë, si ishte punë gëgje paguar. Ka më stereotipe gjinore. Unë këtu nuk jam dakord për Brazin. Pra, unë mendoj që janë shumë punë që i bëjmë vetëm meshkujt dhe femrat. Tani, shiko, ka raste unike në botë, ka femrat që mund të bëjnë një punë caktuar. E duan, po. Flasin në përgjithësi. Unë nuk mendoj që femrave as nuk i shkon të bëjnë punë, për shembull të punojnë miniera, api fjala.
kupton? Janë punë të vështira, po nëse është zgjedhje, nëse dikush e zgjedh se ka pasion patjetër. Kur është nga detyra, nga varfëria, pastaj patjetër që nuk është gjë. I mysin meshkujt, kupton? Për atë punë. Ka femra që janë shumë më të fuqishme se sa meshkujt. Ka raste sa duash, kupton? Ka si përgjithsisht, jo, i mbysin me autoritet, me kështu me. Po, autoriteti përfshin shumë gjëra, po, nejse. Gjithsesi, është diskutimi gjatë, dhe ty ndonjëherë sjell ca fakte që këto janë më shumë diskutuar edhe në panel për të folur për barazia. A jemi në rregull ne? E bëjmë një panel të tillë. E bëjmë shumë. Unë do jem pjesë e panelit atë ditë, jo si ti je kundër barazisë. Okej, mirë. Ecim. Ikën të scrolling grupi. Okej. Uam, pas ka ngel orën. Nisim me scrolling e parë, me Francën, i cili është bërë vendi i parë që detyron supermarketet të japin ushqimin e pashitur për të varfrit. Më në fund. Po, ka bërë histori duke u bërë, siç e thash, vendi i parë që e bën këtë gest humanitar, dhe sigurisht në fakt është gjë e mirë, pse duhet supermarketet konkretisht pse duhet hedhin ushqime të pashitura, pra ushqime ku mund të konsumohen nga njerëz siç janë të shtresës së ulët apo të varfrit. Ky ligj u prezantuar për të luftuar si shpërdorimin e ushqimit ashtu dhe urinë në të njëjtën kohë. Ushqimi përsosur i ngrënshëm që do të ishte i hedhur tani ridrejtohet te organizatat e pamirësisë dhe njerëzit në nevojë. Çdo vit miliona ton ushqim shkojnë për shpërdorim, ndërsa shumë prej tyre përpiqen të përballojnë vaktet bazë. Franca trajtoi këtë boshllëk duke i mbajtur supermarketet përgjegjëse dhe duke krijuar një sistem ku ushqimi i tepërt shërben për një qëllim të vërtetë. Është një ndryshim i thjeshtë që krijon një ndikim të madh në shoqëri ashtu edhe në mjedis. Pra, bravo Franca. Është gjë shumë e mirë dhe realisht Franca ka nevojë për një duar të rikthyer regjia. Këto janë rastet ku realisht vendet e mëdha, vendet me një ekonomi mbi mesatare, në vendet emancipuara, vendet duhet e perëndimit bëjnë diferencën. Bëjnë diferencë, ha? Po thoja. Çudi që vendet si Zvicra, Franca po Zvicra, Norvegjia, këto vende që kanë le të themi. Gjithmonë të bëhet se bep njëri që ta bëjnë të tjerët, mbase bëjnë ata, po kjo është diferenca, domethënë, që një shtet i madh ka probleme të tilla, ka kohë të merret me gjëra të tilla, ndërkohë që ne jemi akoma te uji drita 24 orë. Çfarë bëjmë? Po ja, paktën kjo ka rëndësi, gjë shumë. Okej, mirë. Që kjo që do të bërë dhe për jo supermarketet, por edhe për fast foodet, kam parë shumë fast foodet që hedhin ushqimin që mbet, ushqimi që është i përgatitur, flas, sanduiç i përgatitur që rrin në vitrina në gjatë ditës, nuk shiten, i hedhin. Disa mund ta bëjnë. Petullat. Disa dhe mund ta bëjnë, është zgjedhje individuale, pastaj nuk. Po duhet të dërojë çik shteti se nuk e bëjnë. Edhe në Tiranë që e bëjnë, ka goxha njerëz që e bëjnë nëpër lagje. Se jo domethënë. Okej, e bëj. Okej, ecim. Mirë, ecim. Ecim te një tjetër. Se nuk detyrojnë dot bizneset e vogla që të. Po, për herë të parë në 125 vjet, Australia ka zgjedhur një grua për të udhëhequr ushtrinë e saj. Ja, shembull konkret. Susan Coyle do të bëhet shefe e ushtrisë në Korrik pasi u bashkuan me rezervën e ushtrisë në vitin 1987 dhe kaloi nëpër sinjale dislokime, kibernetik, hapësirë dhe komandë të përbashkët. Gratë përbëjnë 1 në 5 personel të forcës mbrojtëse australiane, kështu që ky emërtim vendosi dhe bisedën e përfaqësimit të kryesës së komandës. Historia e madhe është rrjedha e punës. Karrierat e gjata ndryshojnë institucionet vetëm ku përvoja, besueshmëria dhe dukshmëria mund të vazhdojë të lëvizin lart. Pra, Susan e ka treguar dhe vërtetuar që do të jetë një udhëheqëse shumë e mirë për ushtrinë, për shkak të punës, për shkak të viteve që ka qëndruar aty, kështu që është një arritje shumë e madhe. 25 vite, pra pas një shekulli e pak. Unë e thashtë më parë, ka raste që zonjat kanë ndërtuar shtete dhe kanë pasur sukses, nuk diskutohet. Ka raste unike sa duash. Shumë gjë e mirë. Fantastike, na bëhet shumë shefi kur dëgjojmë për emra grash të tilla që arrin në Maja, që zëm poste. Po flisnim për barazit në temë. Zëm poste që prej vitesh kanë qenë historikisht të meshkujve, por ja bëhen diferenca dhe këtu pastaj sa herë që bëjmë në ato shakat tona për gjinin, thjesht mbyllet goja. Prandaj një grua ka luftuar, Romina, që ja,
këtë dhe punë të tilla, pse jo? Se i është dashur 25 vite që Australisë që të vendosi një grua. Tani, lerni Se nuk i kanë Australinë. parë gratë, pra nuk i kanë parë udhëheqësa si herë, nuk i kanë parë lidere, për këtë arsye kanë qenë këto Dini sa vite ka diskriminime Australia pa pa luftë me sy. Po mirë, ka lidhje. Se, Po, duhet t'jenë ca po ja kriteri si që luftën zgjidhen juve, kush gjithsesi. pesi luftën? Mishkujt për që janë në krye. Jo, nuk thash këtë, po them Ja, me Australia e ka në Terezi deri Është një shprehje, është një kështu, një Edhe post ushtria që kam parë. nuk është se e përdor shumë. Kam parë një post Falni, në se jeni rrjetet goca. sociale, që imagjino si do ishte bota nëse do kishte vetëm lidera gra. Lidera gra. Si do ishte, rëmu, Thjesht nuk do flisnin me njëra tjetrën, po luftë nuk do kishte. Do kishte një mëri kështu, një vjeçar, 2 vjeçar. E vërtet, do kishte në debate. E, mendoni ju, po. U bone ti. Ambicjet e zonjave ndonjëherë mund të jenë shumë, po shumë të hidhura, kështu që kur mos toni kur. Ju jeni... Okej. Ju jeni Ikim po. me një tjetër. Ecim. Tek Rihanna, e cila i ka blerë mësuesës së saj një shtëpi, e cila kur ajo ka qenë nxënëse, i ka dhuruar dikur një palë këpucë. Pra i ka blerë pucë mësueses, i ka blerë, më falë. Shtëpi, I ka blerë shtëpi mësuesës që i ka blerë dikur i bleu një këpucë. palë këpucë kur ajo ka qenë e vogël. Ne e dim që Rihanna vjen nga një familje e varfër thjesht në Barbados. Dhe mësuesja atëre në shkollë i bleu një palë këpucë. Dhe Rihanna sigurisht që të nuk ja harroj gjithë jetën. Ka Barbados. Duken si kur janë thjesht një palë këpucë, po. po ama ka një super vlerë, sidomos kur je fëmijë, kur nuk e parë kur në jetën tënde për shkak një palë këpucë të reja, dhe ka pasur ajo gjë shumë është domethënie. bota të blije një palë Sa është këpucë. metri katror në Barbados? Se Masi di, sa ka po. blerë Barbados. Për Rihanna sot s'është Gjithsesi, vite më parë kur ajo ishte ende e vogël dhe rritej, teksa rritej ajo ka jetuar në kushte të vështira në Barbados. Dhe një mësuese i bleu një palë këpucë në një moment kur ajo nuk kishte. Vitet kaluan dhe Rihanna u kthye në një nga artistet më të suksesshme në botë, bashkë me famën dhe pasurinë. Ajo u dallua dhe për angazhimin e saj në ndihmën e komuniteteve përmes nismave të bamirësisë dhe fondacionit që mban emrin e saj. Duket se nuk e harroi kur gjestin e dikurshëm dhe vite më vonë ajo i ka dhuruar mësueses një shtëpi si një mënyrë mirësie për t'i shpërblyer dhe ndihmën që ajo Mirënjohja është ishte. virtyti më i mirë që mund të ketë njeriu, më thënë. Unë për mendimin tim e para është dëmshuria, empatia që ka, e dyta është mirënjohja. Dy cilësi që çdo njeri duhet të ketë, që të quhet njeri, në të kundërt. Vërtet. Absolutisht dakord me ty, kolegë. Kështu që, po, shumë interesant. Faleminderit. Kalim të një tjetër. Okej, ecim. Toka që është fshirë, është është fshirë toka, qyqa. Ku po jetojmë ne? Toka fshihet pas hënës. Astronauti NASA-s ka postuar në rrjetet sociale së saktë NASA-vet, ka publikuar momentin magjik i cili është kapur me iPhone nga hapësira. Sigurisht, çojani Fred Sakos, më tregoni mua se unë e di. Shikoni, më thënë, ne si që shikoj momentin, ta shikojnë ata që janë skeptik dhe videoja është regjistruar me një iPhone 17 Pro Max. Tani iPhone-i vërtet e kap kaq afër të që Jo, duken ai- edhe Nuk gropa. është se e ka pa afër, është ai afër hënës. Është astronaut, ja. Janë ata pas hënës. Astronauti është që si iku tani. Astronauti është brenda anijes kozmike. Sa pamje bukur është. Të ato i kanë përdorur telefonat. Me thënë drejtë nuk më Shumë gjë e marrë bukur. këtë pamja, po... kush e Dgjoj ka dhe e qef? quajnë si perëndim Po të tokës, sepse toka i lëviz, më thënë normalisht rrotullohet lëvizën. Është unike si pamje, domethënë nuk do kesh më shansin, ose nuk e ke parë më përpara, një pamje tillë. Domethënë që toka fshihet pas hënës. Ja e pam o tyri. Shumë Nuk e di, lezetshme, domethënë edhe Më pëlqen shumë Shiko si astronomia. ikën, shiko si zhduket Po pra, toka. tani, duket si sikur skufe. perëndon. Duket siç perëndon dielli, po perëndon dhe Dgjoj, kur e shikon kështu, duke marrë parasysh që ne syri jon perceptojnë që në hapësirë ka yje, po thjesht aty nuk duken. Duket sikur hëna, nuk e di. Jo, nuk është arsye. Arsyeja është vetëm sepse është dielli. Kupton? Siç nuk shohim gjatë ditës hyje, Po. kupton është njëjta gjë. Edhe aty nuk duket. Thjesht nuk është stres atmosfere që të krijojë iluzionin e qiellit blu. Po, duhet marrësh çik vesh nga fizika, duhet marrësh çik vesh nga astronomia, përpara se të futesh bësh komente e ke NASA, siç kishte bërë ai shqiptari. Keni parë atë? Si ishte? Kishte bërë një koment për atë NASA. Kjo është fake, tha. Është kështu. Po, është Green screen. Po, është regjistruar. Jo, është kështu tha, e sajuar tha, është Është nuk është stisur. reale, është tisur. Ashtu mendon ai. Sepse ku janë yjet? Tha.
Le t'i vërtetoj të kundër të I ktheu përgjigje nasa. Qa i thas nga E gjetën që tash më pak më parë, pra. Mirë. Okej. Kalim në një tjetër. Ecim. Në Norvegji, 16% e popullsisë mbar një mutacion që bllokon HIV-in. Nuk është një evolucion i fundit, është gjurma biologjike e murtajes së zezë të vitit 1347. Mutacioni quhet CCR532. Ai bllokon receptorin që HIV përdor si port hyrje në qelizat imunitare. Ata që trashëgojnë nga një prind e ngadalsojnë përparimin drejt AIDS. Ata që trashëgojnë nga të dy prindrit, rreth 1% e popullsisë europiane, janë praktikisht imun ndaj HIV-it. Kështu që Më falë, lexoj pak të fundit? ata që trashëgojnë nga të dy prindrit, pra këtë E kanë të dy prindrit mutacion. po, janë praktikisht imun, nuk e marrin. Po. Por askush nuk e zhvilloi këtë për të mbrojtur nga një virus i zbuluar në vitin 1983. Ky fragment i ADN-s ekzistonte që më parë, ishte i rrallë, por pothuajse i padukshëm në popullat. Pastaj erdhi Yersinia pestis. Mes viteve 1347 dhe 1353, murtaja e zezë vrau një e treta deri në gjysmën e gjithë Europës. Nuk vrisë rastësisht, modelet matematikore tregojnë se CCR532 ofronte mbrojtje kundër murtajës bubonike. Ata që nuk e kishin vdisnin dhe ata që e kishin bjetonin dhe riprodhoheshin. Pra është diçka që ka kaluar ADN mbi ADN dhe i ka bërë që një pjesë e personave sot Të jenë imun, po. të jenë imun. Interesante, dhe më thëmë, sa bukur shkenca. Historia pra nuk është vetëm e kaluar, por është brenda historisë. Evolimi, mutacione, dhe më thënë, ju ka pësuar shumë gjatë evolimit të ti, si që ne ka pësuar shumë mutacione të tilla deri ku kemi arru këto që jemi tani, kupton? Po të zbulosh gjëra të tilla, dhe më thënë, është e jashtëzakonshme. Vërtet. Po, vetëm e blokon, apo jo? E blokon HIV-in, nuk e lejon të avancojë drejt AIDS-it. Po. Interesante shumë. Po kjo mund të jetë një indice shumë interesante për studimet e ardhshme, për me pasë ç'a i bën ky mutacion. Për të nxjerrë diçka në i vaksinë gjë të gjashtë. Shumë interesante. Mirë. Ka ecur shkenca. Do ishin grup. Ky është scrolli i fundit. Mirë. Interesante gjithë lajmet sot. Jemi te Gjej Këngën. Dhe sot do t'jeri kemi kohë që ti jo vetëm të bësh këngët që përgatit gjithmonë, po të këndosh dhe një 3 këngë të reja të plota. Jo, fajnderit. Jo, okej, Gjej Ka për ta bërë, Këngën. arroje. Rrugës i gjengë. Gjej Këngën. Okej, e para. Así es la vida, sí. Camila Cabello. Así es la vida. Se dice acá. Así es la vida, sí. That's just life, baby. Just life? That's just life? Jo. Ka po të ndihmoj. Është ka emrin e një, si më thënë, trokitjeje. Emrin e trokitjeje. Është martuar mbas të një zhurmë që bën një veprim. Klap. Nuk është klep. Qa zhurmë bën kur i bie tavolinës me... Beat. Drum. Jo, qa zhurmë bën? Si jemi ton tjetë? Bum, bum. Paka shumë, nuk është bum bum, është e ngjashme bum. Ama plak më thuaj edhe... Bam bam. Bam, bam. Faleminderit. Po ti që të mundu dhe pak më se bam, shumë. bam? Bam bam e ka. Na bam 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 bam. Na po tani po. E se la via si, yeah, that's just life, baby. Yeah, love come around and it knocks me down, but I'm Back on Down on my knees. I'm back on my feet. back on my feet. E se la via si, yeah, that's just life, baby. Yeah, the love around and it knocks me down, but I'm back on my feet. Okej. Shumë e bukur kjo. Dhe, Okej. hajt. Me pak ndim, po e gjetë. E dyta. Next. Na na When you are best, but you don't.
është Imagine Dragons. Demons hide. Where you feel my heat, look into my eyes. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Don't get too close. It's Hot inside, it's burn inside. mund të jetë hot inside this. No, it's Don't dark come close, inside. thot. It's dark inside. Po, dark. It's dark inside. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Hajde fjeri. Faleminderit. Okej. Nice, super zgjedhje sot. Drejtën publikut. Okej, gati? Hajde. Pa 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 ra 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 pa 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 ra pa 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 ra 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 da pa pa ra pa 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 ra pa pa ra pa 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 ra ra pa ra ra pa pa na 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 I'm like Okej, nice e Unë e di gjejnë këtë këtë. këngën. Mirë. Si shto edhe të paralajmërova tjerë, nuk është momenti ta lësh kitarën, dhe është momenti të ndosh një këngë tjetër. Unë do doja shumë që t'ishte kënga me zgjidhje nga publiku, që është shumë kërkuar prej kohësh, Kaçurelia. Ti keni të emisionin. Tradicion, unë e kam fajin që s'keni më qa me mbush Në lagjën time është një vajzë që e dua shumë. Ju bëf. Ku di unë? A e diti këtë këngën? Kaçurelia. Po. Po e diti si se di, gjithë të djalë. Në lagjën time ashtë në shqitore ku shesin karamela. Por Kaçurelia kur të më shikoj dalë në gjana tjera. Ma jep këtë, edhe atë, edhe këtë, edhe atë. Kaçurelia. Kaçureo, elia. Një ti, një mua tjetër se unë të dua. Një ti, një mua tjetër se unë të dua. La 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 la. Ky është versioni i original, faksion e di që ju fakirët në gjoni njëni versionin e Endre dhe Stefi, dhe ata kanë shumë bukur, por original nuk është atyre. Ashtu. Është i gjurmëve. Dhe ti këndoj versionin Shumë original. cover të gjurmëve ka keni vënë re? Po, Shumë i kanë bërë, i kanë rikërë mos gjithë. gaboj si gjurmëve, por në jam 99% Po sigur. gabove do ta hash turpin Atë me 1% e ka bashkia. Okej. E mbushëm kohë, nuk na duhet më shumë kohë se u vonuam tani. Ikim në reklama dhe e konfirmojmë më vonë. Vim pas Po, pak me gjurmëve. ftuar. Okej, shumë mirë. Ikim publicitet, vim pas pak.